Përtej kujdeseve të përditshme, shpesh natyra njerëzore e ndjen nevojën për t'u argëtuar. Format e argëtimit janë nga më të ndryshmet, dhe si të tilla në rrjedhën e kohës, ato ndryshojnë në sajt e preferencave dhe zhvillimit të shoqërisë. Pavarësisht se natyra njerëzore është relative, gjithmonë mbetet diçka që mund të të shoqërojë në të gjithë rrjedhën e jetës, sikurse mund të jenë edhe forma e argëtimit të caktuara. Koleksionisti është një natyrë e rrallë e njerëzit, i cili argëtohet pikërisht me një sër objektesh të caktuara, të mbledhura her pas here. Për të hulumtuar disi më nga afër personalitetin e një koleksionisti, dëshirat, shijet, ndoshta dhe ndopak për mënyrën e jetesës që e karakterizojnë, jemi takuar me Zef Gjetën. Ai mban mbi supe një karrierë të gjatë akademike. Prej 4 vitesh ka marrë gradën doktori asociuar në fushën e gjenetikës. Punon në dhomën e tregtisë dhe industrisë në kryeqytet. Mjaftueshëm për të krijuar mendimin se dita e Zefit është tejet e ngarkuar. Por jo, vetë personi i tij përcjell një sër karakteristikash, të cilat e bëjnë shoqërinë me të teje të këndshme. Një domethënie jo pak të rëndësishme, zë dhe pasioni për të koleksionuar objekte të ndryshme, të cilat janë të gërshtetuara ngushtë me jetën e tij. Fillesat e para të koleksionit kanë qenë pikërisht stilolapsat. Mëtej, në rrjedhën e kohës, objektet e koleksionit të tij filluan të ndryshonin. Kam patur fat, praktikisht kam qëndruar 6 vjet me një zyrë me profesor Metosin dhe ai ka një thënie të tij, është origjinale, që thot është lë në kub që ka çuar shoqërinë përpara, është lapsi, është letra dhe libri. Edhe një nga këto dhe e para në fakt është lapsi, në kuptimin më klasik të fjalës, ku futet si stilolapsi, si portamina, si stilografi, po si thua mjeti i shkruarës, dhe kjo më nxiti që të grumbulloj të kem disa, si çdo njeri që ka merak të ketë disa të bukura, disa të veçanta. Mua mulla rasti që në vitin 1996 të filloj një shkollë pas universitare në Kretë të Greqisë dhe mendoj nga një vend siç ishim ne në atë kohë, ku numri dhe lloji i stilolapsave ishte shumë i limituar, shkova në Greqi ku kishte stilolapsa siç ka në Shqipëri sot, si thua. Dhe kjo bëri që unë të filloj gradualisht të merrem me këtë gjë. Një pjesë të koleksionit tuaj që është i përbërë me tru, realisht më duket shumë i veçantë. Edhe kam përshtypjen se vinte nga vende të ndryshme, duke parë nga mënyra se si janë punuar edhe në një farë mënyrë edhe simbolizojnë vendin nga vinë. Mund të më tregoni? Është e vërtetë. Është e vërtetë. Po themi këto janë italiane, janë punuar me dorë, është bush, është një dru i lehtë për të punuar, ndërkohë që ato tjerat janë nga këto për shembull, ishin nga ato. Ka forma nga më të ndryshme, unë kam arritur të marr këto bufi për shembull, që është një simbol mjaft i kërkuar sot dhe mendoj. Këto kanë ardhur pikërisht nga Italia, i kam marrë vetë atje. Unë kam patur fat gjatë jetës që nga viti 94 dhe deri më sot kam shkuar në 40 vende nëpër botë. Kjo është nga Gjermania në fakt. Është një stilolaps me kazëm. Natyrisht nuk ka një simbolik mirë kazma, ka idenë e shkatrimit, por në këtë rast është simbolike dhe ka një drer, si thua, ka idenë e një mjeti për të punuar tokën dhe për të dhënë kullotje drerit. Pra, krahas studimit duhet edhe puna praktike në një farë mënyrë. Edhe disa të tjerë që janë mjaft të thjeshta. Më duket sikur janë këputur nga dek druri. Po, kjo për shembull është druri i Kregsës quhet. Ka dhe në Shqipëri Kregsa, por nuk bëjmë kujdesin e duhur për ta bërë. E kanë marrë, nuk i kanë bërë asnjë veprim thjesht, e kanë kaluar një spatull ose një thik të thjeshtë dhe kanë shkruar diçka. Kanë shkruar një thënie, kanë shkruar një emër, për shembull këtë e kam me dedikim dhe është nga Polonia. Është dru frashri, një laps i kuq dhe ka emrin tim. Ndërkohë që të tjerat kryesisht kjo është nga Brukseli,
kjo është nga Italia. Pra, vendet e ndryshme po kanë të njëjtën logjik. Njëjtën logjik thuaj se i ka bërë njëjtë fabrik, por në fakt janë nga vende të ndryshme. Origjina është krejtë e ndryshme, nuk është se në të njëjtin vend janë marrë me shkrimet ndryshme, por logjika e tyre ka punuar që këto lloj stirolaps i kërkon tregu. Këto janë suvenire shumë të mira. Nuk është se me këtë do të shkruash romanet, si thua, por është një suvenir mjaft i mirë, mjaft i këndshëm. Po shoh edhe një stil fin të stirolapsave. Po, praktikisht janë interesante, janë këto lloje të cilat janë mjaft interesante. Kjo është shkon shumë për femrat, si thua, ose për disa adoleshentë që mund të shkruajnë vetëm një firmë ose kështu, është interesante. Mund ta përdorin me një blok shënimesh të thjeshtë, ose këto nga vende të ndryshme të botës, këto janë interesante sepse kanë një germ. Dhe pastaj edhe kanë edhe stirolapsin të cilën e përdorin për, si thua, kjo është me rrotullim dhe është funksionale. Mallësit janë nga më ndryshmet, madje në koleksionin tim ka edhe sa gjysma e kësaj stirolapse të vogël. Po shikoj edhe një lloj tjetër? Po, në formë fluture. Këtë e ka marrë në Gjermani. Ishte një dyqan që e shiste punime kështu me dorë. Po, artizanale, si thua. Por këtu lëvizin shumë. Ka më shumë larmi, sepse këto të fabrikuara, si thua, një klasik, një stirolaps dhe një mbajtse, kurse këto me dorë kanë pafundësi. Gjatë bisedës, natyrshëm i ngjallën emocione në saj të kënaqësisë që i fal koleksioni i tij. Çfarë kënaqësie ju japin këto të mbledhurit koleksion stirolapsash vazhdimisht? Shoh që ke një numër të madh. Po, 5800 është numër shumë i madh. Defekti im i madh është mungesa e ambientit, sepse këto nuk ekspozohen gjithmonë, zakonisht i lënë në kuti të vogla dhe të përshtatshme për mallësitë e ndryshme të stirolapsave. Por kënaqësia është kur i shikon vetë njëherë. Kënaqesh me to, vërtet shef një larmi, edhe ju që jeni këtu shihni një larmi. Kënaqësia tjetër është surpriza që i bëhet njerëzve kur ti thua që je koleksionist dhe thon sa stirolapsa ke, ose unë i provokoj duke i thënë sa mendon që kam, duke treguar sa vite i kam që mbledh, ata thonë një shifër kështu çesharake si 100, 200 dhe kur unë i them që kam 5800 ata surprizohen ku i le, si janë, ku janë kur ti shikojmë. Do të kaloja nga një anë tjetër të stirolapsave, po shikoj që janë një formë, le të themi, pak më klasike të stirolapsit. Këto janë firma, duke filluar nga Parker, Nini, të gjitha llojet e janë këtu, por unë të rriqem më shumë nga këto format me dru. Sepse Kohinor për shembull prodhon shumë, janë këto ungarezët që prodhojnë me këto shumë, por edhe larmia që këto paraqesin, mënyra se si e kanë mbajtsen, ngjyra që ka vetë stirolapsi, kombinimi stirograf-stirolaps. Për shembull tek ky stilograf në çdo moment i e shef depozitën e bojës. Dhe është interesant, është të krijon një farë larmie. Po ashtu edhe këto më klasiket, pastaj që janë në formën e një kocke. Pjesa e poshtme është jo vetëm stirolapsi që është potent, por pjesa është në formë kocke, e cila është mjaft interesante. Po kështu ndodh edhe me stilografin, i cili është mjaft fin dhe mjaft interesant. Natyrisht që ka edhe imitime tjera si puna e kësaj, e cila është Nini që nga për koincidencë, është një stirolaps e cila është mjaft potente, por që është edhe këndshme me përbën një variacion. Pendet, po. Është një shkruar e hershme. A vjet në përdorim apo është thjesht sa për? Jo, janë edhe funksionale. Praktikisht këto janë funksionale. Unë këto i kam marrë në Gjermani dhe kanë si në formë të pendës klasike, siç është kjo. Dhe ka këtë pendën e cila funksionon me mbushje me bojë. Ashtu kanë ballë një farë modifikimi dhe kanë me stirolaps. Pra në vend të pendës kanë modifikuar një stirolaps e cila është më praktike, por runë edhe atë klasiken, si thuash. Është kombinuar moderne ndoshta. Po. Por penda është origjinale e shpendit. Ka dhe binjakëzime pastaj, të ndryshme. Po, praktikisht ka këtu një kombinim mes stirolapsit, portaminës dhe stilografit. Pastaj ka një kombinim të stirolapsit me një medaljon, ku mund të shkruhet edhe emri i personit, natyrisht këto partitë kanë përdorur për fushat. Është edhe një tjetër që ka ngjyrë viol, ngjyrë e të pasurve ndoshta. Po, kjo në fakt është e tillë, është e të pasurve, por po ta shikoni edhe vetë stirolapsi është shumë potente. Domethënë është e rëndë në të shkruar dhe këto lloj përdoren kryesisht për firma, janë për zyrtar të lartë, për drejtues të cilët e përdoren për firma. Një hapësirë të vogël në koleksionin e tij zën edhe stirolapsat të punuara në Shqipëri.
Po nga Shqipëria, domethënë shoh që keni lëvizur shumë. Po në Shqipëri, a ka ndonjë larmi stilolapsash? Nuk ka një larmi shumë të madhe. Janë dy lloje klasike të drurit, është një që prollohet që në kohën e partisë gjahet vetëm në kruj. Kjo është pikërisht ajo stilolapsa që prollohet kryesisht mjeshtrit e Tiranës, ish punojësit e artistikës, por edhe në kruj, atje të paktën gjahet më shumë në treg. Ka simbolin e shqiponjës, ka shkruar Elbenja, edhe këto kuqezi si thua, shtypet në këtë formë dhe shkruan. Stilolapsi është nga më thjeshtet, sot nuk e dia gjën stilolaps të tillë dhe ka funksionin si thua të hapjes dhe mbylljes, që të mos dëmtojnë. Kurse kjo është pak delikate, si duke qenë e të njëjtit dru, si thua, mund të shkepet, doni që kujdes. Gjithsesi mbetet një stilolaps interesant. Nuk kemi shumë larmi, ndërkohë që nuk prodhojmë neve. Domethënë ne shqiptarët duhet të prodhojmë pakës ose më saktë të jemi ca më të apasionuar pas shkrimit ndoshta. Në fakt kjo është e lidhur shumë si me shkrimin si me leximin. Suvenirët që prodhohen për Shqipërinë, domethënë rrallë prekin në pikërisht stilolapsin. Zakonisht prekin objekte të tjera, domethënë siç janë heronjëse. Për fat motra ime është në këtë fushë pikërisht dhe ajo punon në pirografi. Si është djegje ndru, ajo bën pikturat nga më të ndryshme, duke filluar që nga dasma shkodrane, motra tone, por edhe forma portrete apo peizazhe nga më të ndryshmet, ndër të tjera prodhon edhe stilolapsa të cilat janë mjaft interesant. Për shembull, ai i pari atje është i punuar nga motra ime dhe në secilin stilolaps ato kanë qenuar edhe një thënie të cilën e gjen nga grumbullimi i thënieve të ndryshme dhe janë interesante. Është punuar nga motra jote. Nga motra. Me duar apo me praktikisht kjo është një torn druri ku punojnë, japin të formën fillestare, pastaj lyerjet të shkruarit dhe nganjëherë të punuarit të shqiponjës apo të një simbolike tjetër bëhet me dorë. Koleksioni është i larmishëm. I tëri të përcjell në vende me kultura të ndryshme në kohë, që mbartin me vete olimpe historish. Koleksion që mund të grupohet në ombrellën e diçkaje, duke e quajtur një mozaik modest kulturash. Filatelia është e hershme, është autentike në Shqipëri, më saktë, ka historinë e vet. Dhe shoh që edhe juve ju ka tërhequr, domethënë, pullat shqiptare veçanërisht, me sa po shikoj. Po është e vërtetë. Mund të na tregoni? Është e vërtetë, edhe un kam një pjesë e pasionit tim është drejtuar edhe nga pullat. Kam një koleksion të gjerë që shkon diku te 2000 ekzemplar. Nuk janë vetëm nga Shqipëria, natyrisht unë këtu kam ndryshuar formën e mbajtjes. Forma klasike kam parë që i vendosin në faqe librash, ndërkohë që unë kam zgjedhur këtë metodë në një karton që është edhe më rezistent, me një ngjitje shumë të lehtë në një qosht të pullit, pra për të mos a dëmtuar nëse ne do ta heqim prej këtu, e vendosim në një karton dhe pastaj e fusim në zarf plastik. Dhe kjo formë mua po më pëlqen shumë. Po përpiqem t'i ndaj me periulla, këto janë nga fundi i kohës partisë, monumenti në Shqipëri, metalurgjiku, janë interesante, po dhe unë po mundohem t'i ndaj me periulla, por ashtu siç janë këto të përsëritë të Shqipërisë, janë fundi i kohës moniste dhe fillimi i demokracisë, po këto janë në fushën e artit. Pra këto janë Mozartin, Po. Është e vërtetë, Elvis Presley, është Benzi, është Karl Gega, është Fishta i madh. Fishta, po. Po, kostum kombëtar është Xhubleta pikërisht. Pra, këto janë, po mundohem që kur i vendos në këtë formë t'i ndaj edhe sipas fushave. Natyrisht që këtu është një pjesë. Po, është sepse i bën reklam filmit animuar që u zhvillua festivali i filmit në Shqipëri, pra mundohet të paraqesë evente që kanë ndodhur në atë periudhë. Po shikoj edhe bleta. Çfarë do të thotë? Po, bleta është simbolik, madje bleta është një insekt që ka rreth 3000 vjet para njerëzit. Bleta dhe krimi i mëndafshit janë dy gjallësa, të cilat Perëndia ose nëna natyrë tek kush besojnë njerëzit, kanë ardhur përpara njerëzit dhe bën një art që njeriu nuk ka arritur ta kopjojë. Pra, bën çfarë të duash, nuk bën fije mëndafshi, bën çfarë të duash, nuk bën mjalt. Por bleta ka edhe një specifik tjetër sepse prodhon ilaç për të gjallët, që është pikërisht mjalti, dhe prodhon nderim për të vdekurit, që është pikërisht dylli dhe qeriçi i bahen për të vdekurit.
Natyrisht kam edhe të huaja, unë kam filluar koleksionin ta vendos me pullat e huaja. Këtu nuk ruaj shumë tematik, thjesht i vendos pullat e huaja. Natyrisht këtu pa tematik, thjesht pullat huaja, pavarësisht nga vendi, ka këtu nga Italia, nga Amerika, Australia, këto kanë nga Britania, Mbretëresha, zog, pra natyrë, ka nga më të ndryshme, ndërkohë që këtu kam gjetur një pallati 176, General Kolonel Enver Hoxha. Pas ka dhe filma. Po, ka filma, ka këto gara, Formula 1. Janë nga më të ndryshmet, pra eventet më të rëndësishme që kanë afektuar edhe Shqipërinë, ose Shqipëria ka qenë pjesë, ka ndjekur, natyrisht dihet për shembull ka pulla me futboll, të cilat unë kam në pjesën tjetër të koleksionit. Po shikoj edhe një pull, mund të them që është e kohëve të fundit fare, pa viza në Evropë. Po, është e vërtet, po. Është reklam ose promocion pikërisht për këtë event që i ndodhi, po. Përgjithsisht filatelia i pasqyron këto evente shumë të rëndësishme. Kam nisur për të mbledhësh pulla. Po, që i vogël. Këtu nuk e mbaj mend vitin, por mbaj mend që kemi luajtur me pulla në 3 faqet e para të librit, cilën faqe ke vendosur një pull apo 10, një deri në 10 ishte. Edhe po kam patur shumë dhe kam patur nga vende të ndryshme të botës. Ishte i koleksioni çmuar për atë kohë, sepse në Shkodër ku unë jetoja nuk ishte shumë mundësira, nuk ishte korrespondenca të mëdha me të huaj, por fal miqësisë që neve kishim, fillova të bëj këtë koleksion me pulla, i cili ishte interesant dhe me kalimin e kohës shtuan edhe shokët e miqtë e mi kontribuan. Po shikoj një skem me ushtar. Po, është e vërtet, po. Po, me ushtar dhe një form janë periudha e pas luftës dytë botërore, pra është si thua është periudha kur Enver Hoxha ishte kryeministër, pra fillimi i periudhës së komunizmit. Më tej koleksioni bëhet më i larmishëm. Ati i shtohen edhe kartë monedat dhe monedat. Thjesht duke e soditur të jep efektin e copëzave të mbledhura për të krijuar një vepër arti, të formsuar në lloje objektesh të përcaktuara në kohë të ndryshme. Koleksioni që nga më të larmishmet, do të thënë, po shikoj edhe të tjetër gjë, komplet tjetër kontekst, larg shkrimit, larg pullave të postës, larg historisë, ose më saktë historia e shfaqur në mënyrë tjetër. Po, këtu është gjithë bota në fakt, është histori dhe gjeografi, sepse fillojmë nga vendet e rajonit, këtu kemi po themi Jugosllavinë, kemi Italinë me liretën, kemi Turqinë me këto lirat e tyre me miliarda, janë pa fund, por kemi edhe, si thuash, kemi Azinë, kemi Kinën me Mao Tse-dunin, kemi Afrikën me figura nga më të ndryshmet, kemi, si thuash, edhe shumë interesante, siç është kjo lloj letre, nëse mund themi lidhje që përdoret për temën kartë monedhë, e cila si lahet, si zihet me rroba lavatriçe, nuk e gjen gjë. Madje ka edhe një dritare, është një lidhje mes plastikës dhe letrës që gjatë përpunimit të tyre ato ngjeshen bashkërisht, edhe mundësia e falsifikimit është edhe më e vogël në fakt. Kjo është pankartë romane. Po, është lej nga Rumania. Jo, ka hyr euro në Rumani, ashtu siç lireta ka rënë, ashtu siç marka, por në fakt koleksion që është pak si e konsumuar. Është e konsumuar. Kjo me siguri është larë në lavatriçe, është larë në det ku duash edhe përsëri qëndron, por e rëndësishme është që ka edhe këto dritaret, edhe më kanë shpjeguar që janë kryesisht për të verbërit, ato i dallojnë këto dhe bëjnë diferencën mes Po. Të verbrit edhe me dorë, bjen sy kjo dritarja, si thua, dhe të verbrit kur ja falin këto ose e adhurojnë ose do të blejnë e dallojnë po. Dinari i Serbisë dhe natyrisht ka udhëhecit e vet, po kështu ndodh edhe me vende të tjera, po themi me Britaninë apo me që kemi këtu, po themi ne vendet arabe për shembull. Këto kanë mbretërit e tyre apo simbolet kombëtare të cilat i pasqyrojnë në këto monedha. Këtu bjen sy larmia e madhe e ngjyrave. Disa shtete tentojnë nga jeshilja, kjo përsëri është nga Nigeria, vend afrikan. Disa tjera tentojnë nga e kuqja, për shembull kjo e ish Jugosllavisë, miliarda, dikur duhet merrje një çantë me kartmonedha për të hëngur një drek, sepse zhvletësohet çdo minutë, jo çdo ditë.
por tentojnë nga e kuqja, kështu kishte ose a ka ndonjë domethënie pikërisht fakti I zgjedhjes ngjyrës apo thjesht Jo, unë mendoj që kjo është e lidhur me shijet e komisioneve, sepse zakonisht bëhet tender, ofrohen shumë alternativa dhe përzidhet dhe unë mendoj që është e lidhur edhe me kohën. Për shembull, po të shikojmë këtu neve kemi paratë e kohës partisë, kartmonedha më e madhe prerja. Po, kjo është jeshile për shembull, edhe ne I theshim nganjëherë në infrashri, sepse këtu pikërisht ishte një skicë e rilindasit tonë të shuar, por në të njëjtën kohë ne kemi edhe këtë tjetrën që është një jeshile fare tjetër dhe që simbolizon një lekëshin atë kohë që është një dorë zgrur mes dy punëtorëve dhe kalaja legjendare e Rozafës. Pikërisht është providenca e kohës monizmit me sa që e dim shumë mirë që ka qenë bujqësia dhe monumentet kulturore. Ndërkohë që e kuqja është e kuqja pastaj e theksuar është pikërisht stema e partisë. Tek metalurgjiku, kjo ka qenë prerja më e madhe e kohës partisë. Ndërkohë që aty më tej kemi prerje të kohës së zogut dhe janë pikërisht janë këto prerjet, këto të cilat janë franga ari. Normalisht këto kishin vlerën e sakt, po, të njëjtë me monedhën prej Floriri dhe zogu e përdori këtë lojë për të grumbulluar pikërisht Floririn. Duke I bërë ekuivalent të njëjtë si këtë kartmonedhë, ashtu edhe prerjen prej Floriri, ai arriti që të grumbullonte Floririn edhe të kishte të shpërndar për publikun këto kartmonedha. Shkruara nuk është vetëm shqip, është edhe gjuha italiane. Jo për arsye se është periudha kur Shqipëria edhe u pushtua, por arsyeja është se kjo frang pikërisht ishte frangarit, ishte monedhë e njohur në gjithë botën. Me frangari mund bleje në gjithë botën. Çfarë bleje me këtë? Mund bleje shumë. Ka qenë periudha kur me 20 franga me siguri merrje një kafshë prodhimi shpjak. Natyrisht punojësit e administratës mbretërisë paguheshin me këto. Këtu është një qeleshe tipike e Tiranës ose e Dibrës, si më thënë kësaj zone, një djalëri tipik I kësaj, nuk është se thjesht e kanë vënë. Jo, e kanë vënë për të simbolizuar veshjen e kohës. Natyrisht që në anën tjetër ka një ngjyrë tjetër, ndryshon tjetër dhe ka një peizazh. Çfarë peizazhi? Është një peizazh fshati, mendohet dikun është kjo pjesa e ulësira e Tiranës, sepse në sfond është një xhami dhe pastaj një pjesë Tirana e pa zhvilluar si thua në atë kohë. Koleksioni më duket sikur nuk ka fund. Po kalojmë tek monedha. Po, kjo është pjesë e koleksionit monedhave në përgjithësi, këto ne I quajmë kacilla, I quajmë në dialektin shkodran. Por është zakon që I thojmë coins ose para metalike. Këto janë prerje të vogla përgjithsisht që shkojnë dikun deri tek 5 dollar, 5 diçka franga ose gjëra tjera dhe pastaj janë centët. Se thua qindarka që I themi neve. Këto janë nga më të ndryshmet, ndryshojnë si nga vendi, ashtu nga metali. Po mbien sy kjo për shembull paraja e aluminit siç e kemi patur neve. 2 lekshat, 1 lekshat, natyrisht që këtu ka mjaft, është lehtë, është prej aluminit thjesht dhe por ndërkohë ka edhe të tjera që janë përzierje argjendi dhe sot vlera e kësaj e metalit kësaj është disa fish vlerës që ka vetë monedha. Ka pastaj monedha që janë super të vogla siç janë këto, natyrisht janë 100 dark, 10 darka të parave të ndryshme, ka edhe të tjera me vrim. Këto I merrin nëpër vende të ndryshme apo ja u sjellin apo dhurohen apo është një kombinim në mes asaj që unë këmbej kur shkoj në vizita apo kur vin hujt këtu këmbejmë monedha, prerje të vogla apo deri në 5.000 lekë, 10.000 lekë, si thuash, por nga ana tjetër miqtë e mi ma din huqin dhe ato sjellin kartolina, sjellin monedha, sjellin sirolapsa nga vendet ku ata shkojnë, kështu është pasuruar. Është interesant që nga kombinimi I metaleve, pra ka si thuash me një sfond të bardhë ku është nikeli apo lidhjet hekurit pastaj me lidhjet të bronzit, të cilat japin vlerë vetë monedhës, por edhe formën karakteristike. Ndërkohë që ka të tjera që janë lisho, por kanë një vrim në mes që përsëri kjo është për të verbrit,
ka prerje prej 20 qindarka dhe 50 qindarka që kanë të njëjtën madhësi, por njëra është me vrim, tjetra nuk është me vrim dhe të verbrit kur kërkojnë dhe lëmosha dhe kështu, ose të moshuarit shumë, mjafton ta prekin edhe e shohin diferencën me njëherë. Po këto për njerëzit me aftësi të kufizuara, prodhohen më të tilla? Sepse në vende ndryshme ka Danimarka, Norvegjia vazhdon të ketë, por në Europë nuk ka praktikisht. Ndërsa këtu kanë filluar të koleksionoj $1/4 e dollarit ose çerek dollari. Këto nga një janë të gjitha njësoj, pra kanë fytyrën e Washingtonit. Ndërkohë që nga ana tjetër janë të gjitha të ndryshme sipas shteteve. Unë këtu kam dikun tek 9 copë, 9 shtete, por duhet të mrrin 51. Kjo është drami. Kjo është një lidhje e, si thua, e bakrit, si thua, vjen dikun te Tunxhi, por që ato prodhuesit e parave, monedhave, kujdesen që përzierja të jetë jo vetëm rezistente, por edhe pa falsifikueshme. Tashmë kanë vlerën e suvenireve, jo në... Po, normalisht kanë dalë nga qarkullimi, për shembull dramit janë nga prerje nga më ndryshme, kjo është 20 drami, është një para mjaft interesante, një metal që janon nga Sermi, dhe që ka vlerë të mirë, si thua. Unë përgjithsisht koleksionin e monedhave nuk e lënë në shtëpi. Kam një vend të sigurt ku unë e çoj, po ashtu edhe sirolapsat më të mira nuk i lënë në shtëpi. Madje kam menduar që të bëj edhe siguracion për to. Pra, shtohet ajo, komplikohet më shumë çështja për këtë arsye, por kryesisht se nuk kam para, se po të kisha para zgjidhet çështja sigurisë, unë nuk kam, por këtu janë 1860 monedha, të cilat janë të ndryshme. Natyrisht atje unë kam edhe dublimet edhe tjera, por këto janë fare vete, ndërkohë që janë 283 janë banknotat, si thua, kat monedhat. Është një koleksion gjithfarsojsh. E keni vendosur në një moment caktuar që do koleksionoj këto gjëra apo thjesht me kalimin e kohës? Si spontanisht në fakt, siç e thash, koleksioni i pullave ka nisur që fëmijë, ne kemi lozur me to dhe edhe kemi koleksionuar. Koleksioni i parave duket ka filluar vonë, mund të kem 12 vjet që gjumbëlloj para, por këto janë shumë interesante. Më është krijuar mundësia nga lëvizjet shumë jashtë vendit që kam këmbyer, për shembull ka nga Filipinet, ka nga Japonia, ka nga Nepali, nga Egjipti, nga shumë vende të ndryshme të botës ku njerëzve nuk ju jepet mundësia as me shku, ndërsa unë kam edhe vizituar atje, por edhe kam këtë kujtim. Duket sikur nuk kanë të sosur objektet që koleksionon Zefi. Simbolikat dhe gradat e shteteve të ndryshme janë një pjesë tjetër objektesh që ai ka mbledhur. Realisht po më mahnit, do thënë kultura të ndryshme, figura të ndryshme, po shikoj që figura e Pinokut këtu të përcjell, domethënë, edhe nga vetë natyra juaj humoristike, e të shkruarit Barsaleta e gjithçka, me sa duket e pas keni për zemër. Po është e vërtetë, unë nuk e shpëton gjë. Jam përpjekur të kontaktoj me disa nga këto që bajnë derdhje dhe kam kërkuar që të bajnë edhe një lloj monedhe sa eksperimentale ku tjetë edhe Pinoku. Megjithatë unë mund të them që këto është përbën një fush shumë të gjerë, ku fillon, po themi neve këtu, për rasi kemi simbolin e gjelave francez, pra tifozëve të Francës, kemi vullnetarët e UN-it, kemi ORT, një program që ka qenë, kemi këtë që është simbolike e shtetit austriak, siç kemi ne Shqiponjën ose Yllin, kemi flamurin turk, natyrisht lloma tregtisë e Tiranës, kemi ditën e balonave, dinozaurët, kemi çfarë s'kemi, ditën e kundërsidës, simboli drejtave të paaftësisë. Nga më të drejtave të paaftësisë. Janë simbole vërtet veçanta që ndoshta ne nuk ja dim. Po, normalisht në ditë të veçanta, është dita botërore e drejtave të paaftësisë, i shpërndajnë këto simbolika dhe njerëzit i vendosin xhaketë që simbolizohen ose solidarizohen, si thua, me këtë të drejtat paaftësisë. Është në vendet e perëndimore është shumë e zhvilluar solidariteti dhe vullnetarizmi i njerëzve ndaj këtyre shtresave në nevojë. Natyrisht po të kalojmë më tej, janë të sistemuara edhe sipas si thua edhe vendeve, por edhe sipas simbolikave që përbajnë. Në këtë faqe jam munduar të vendos dekoratat e ndryshme të kohës partisë apo të kohës monizmit, si thua, që ku fillon nga ylli me 5 cepa, simboli atij regjimi,
por kemi edhe ushtar shembullor, kemi miki i librit, kemi për shembull mësuesi dalluar, kemi ushtarak shembullor, kemi nga më të ndryshmet, deri edhe tek dekoratat e ndryshme si thua. Këto janë simbolika, natyrisht 14 vjetori ose 40 vjetori i partisë, kemi PPSH gjithandej sepse ato vendosin partinë mbi gjitha. Por nëse vazhdojmë tek dosja tjetër, e cila un kam disa dosje të këtilla, është më intensive dhe është edhe më e përshtatshme sepse kjo është provizore në fakt. Këtu janë renditur në mënyrë më të ngjeshur dhe fillon nga simbolet të futbollit apo të sporteve të tjera, e deri tek simbole kombëtare siç është kjo e policisë rumune apo si thua këto veshje karakteristike ballkanase, ashtu siç edhe në faqet tjera vijnë simbolika tjera, për shembull kjo është e Harley Davidson, kjo është e motorëve në përgjithësi, është e avionëve apo e makinave, e garave ndryshme, kjo është simboli i transportit britanik përgjithsisht. Është një koleksion i veçantë në llojin e vet, disi naivës edhe diçka e këndshme për tu parë dhe ndoshta edhe për tu dëgjuar. Normalisht pikërisht këto. E kam filluar si loj këtë nga një dhuratë që mora nga miku im që vizitoi Parisin, edhe kishte në një dyqan kështu tip kioske si thua, ai kishte parë për ndonjë sirolaps kur I kishte tërhequr vëmendje një faqe e tillë, edhe e solli dhe pastaj gradualisht unë fillova që ta pasuroj dhe kjo është tashmë thujse I plot. Humori është gjithnjë I pranishëm gjatë bisedave me të. Prej vitesh ai është bashkëautor I një reviste humori në Shkodër. Si rrjedhoi e pasioni që ai ka për të shkruar, shpesh me të janë të pranishme edhe bisedat etimologjike. Mania e tij për të koleksionuar e ka përfshirë edhe vetë veprën e krijuar prej tij. Po kaloj një pjesë shumë veçantë jetës tuaj. Është pikërisht krijimtaria juaj. Një artist me kuptim e plot fjalës. Mbi të gjitha është vështirë që në ditët e sotme, me zymësinë që e karakterizon jetën e shqiptarit, të bësh humor, domethënë. Kjo ka qenë e lindur, si ka filluar që juve ta shkruanit, sepse të shkruarit është vërtet e vështirë, domethënë, siç thuhet. Po, është e drejtë kjo që thoni ju, po duke qenë se jam lindur e rritur në Shkodër, shkolluar atje në një ambient ku Barsaleta buron, mendoj që nuk është kaq e vështirë, s'ka qenë edhe për mua kaq e vështirë. Në fakt unë jam shkolluar në Shkodër si të vjeçarën ashtu dhe shkollën e mesme dhe më së kam marrë në Tiranë. Por si në Shkodër ashtu dhe në Tiranë njerëzit më mbanin si njëri që tregoja Barsaleta. Praktikisht në mendimin tim unë nuk jam një tregtimtar shumë I mirë, por sidoqoftë kam një memorie të mirë, edhe përgjithsisht e sjell të freskët Barsaletën. Ju keni koleksionuar një gjë të tuajën, ose më saktë që jeni bashkëautor, domethënë. Po praktikisht unë jam iniciatori dhe botuesi I kësaj, I humorit shkodran, sot botohet në këtë format. Botohet është në formën e revistës me 40 faqe, ku si thua kopertina, si nga brenda këtu ashtu edhe nga jashtë, pra 4 faqe nga 40 janë me ngjyra, kurse pjesa tjetër është bardhëzi. Por gjithsesi ka vlera, për arsye se ne përpiqemi të jemi të ruajmë dy kritere. E para nuk është politike dhe e dyta nuk është banale dhe vulgare normalisht. Duke I shmangur këto, kemi ruajtur një statusi që pëlqehemi nga gjithë masat dhe një revistë e tillë futet shumë kollaj në familje. A e ndjen mungesën e humorit shqiptarët? Më saktë, a e kërkojnë domethënë edhe të shkruar? Në fakt humori I shkruar është shumë I veçantë. Nëse je në një tavolinë dhe ke një njerëz që di dhe di të tregojë Barsaleta, e jep lezet tavolinës. Nëse ndjek në televizor përsëri ka lezet dhe të kënaq. Ndërkohë që humori I shkruar është I vështirë. Është I vështirë si për atë që e shkruan dhe e servir, ashtu edhe për atë që e konsumon. Sepse që të lexosh edhe të kënaqesh me humor, duhet të jesh I çlodhur, duhet të jesh jo shumë I mërzitur. Natyrisht njerëzit e përdorin si armë, je I mërzitur, lexo humor. Nuk është ai efekti aspirinës humori. Natyrisht që të ndron shumë, por që ta shijosh Barsaletën duhet të jesh përveç se ta themi troç, duhet të kesh edhe një shkallë niveli kulturor, edhe arsimor të kënaqshëm. Në gjëjen e familjes dhe në rrethin shoqëror, ai ka bërë që aria të shpërndahet në ajër gjatë gjithë kohës.
Vetë ato janë një pjesë shumë e rëndësishme për kontributin dhe kujdesin ndaj koleksionit të tij. Po kaloj përveç koleksionit, që është shumë e rëndësishëm për Zefin, po kaloj ke një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, ndoshta edhe më e rëndësishmja tek familja, bashkëshortja, pikërisht bashkëshortja. A të pëlqen koleksioni i Zefit? Më pëlqen dhe kur njoha Zefin, gjëra e parë që zbulova te ky ishte se ishte një koleksionist lapsar që gjithnjë më kanë tërheq, jo se i kam koleksionu. Nuk më ka shku ndonjëherë në mend të koleksionoj, po më kanë pëlqyer gjithmonë dhe më pëlqej shumë si ide. Prandaj e mbështes në këtë nismë të tij shumë. Si është Zefi në familje? A bëhet i bezdisshëm me koleksionin e tij? Jo. Ose pak fare, po jo. Gjithsesi më pëlqen. Ti para që të pëlqen më shumë tek Zefi? Humori i tij dhe qetësia. Normalisht që është javë t'i kthej situatat pak tensiona në humor dhe normalisht që kalojnë vetë pastaj. Por sa i përket stereolapsëve, pas viteve 90, i ka i pasion për stereolapsët dhe kudo që shkoshim për çfarë do gjë na porosiste shiko dajna bën një stereolaps. Edhe le duke nejtur me të gjithmonë duke na folur për këto gjëra, na u bë dhe ne si shprehje ku e shkoshim tjetër stereolapsin në xhep. I thosh prita shikosh çfarë është, e psuam edhe ne çfarë stereolaps kishte ky në koleksion e çfarë nuk kishte. Dhe ja bishim stereolapsin gjithmonë në kombim të stereolapsit tjetër dikujt i personi, i miku, i shoku ose dikujt që ne e njihtim. E kemi të pjesë më të veçantë të shoqërisë sepse na ma gjithmonë humor, na ma gjithmonë me batutët e veta. E shikoj që juve jeni shumë i dhënë pas koleksioneve tuaja, që janë të ndryshme, domethënë. Çmenduria më e madhe që keni bërë për një pjesë të koleksionit ose a ja keni arritur për ta marrë? Po, derisa kam arrit 1000 stereolapsa, unë kisha aftësinë që e shikoja stereolaps në xhepin e tjetër, i thosha atë stereolaps do ta marr, po a do të ma shesësh, ta këmbej me dy tjera, apo do të ma falësh fare, domethënë, dhe kjo ishte edhe si thuash edhe i fare agresivitetit, sepse njeriu thoshte e kam kujtim dhe unë insistoja që ta merrja. Sepse derisa më rrita 1000 cop stereolapsa isha si në siklet si thua. Përgjithsisht njerëzit kur ti thua që ke 5000 stereolapsa, mbi 5000 stereolapsa, ato bëhen gati që jo vetëm t'japin atë, por thotë që kam edhe 2-3 në shtëpi do t'i sjell. Po njerëzit vetë, në ç'këndvështrim ju shikojnë? Domethënë, ju zakonisht keni atë statusin e doktorit, e një profesionist në fushën tuaj të bërit projekte. Ana e koleksionit. Çfarë imazhi ju krijon njerëzve që ju jeni aq i dhënë dhe aq këmbgulës për ta shtuar koleksionin tuaj çdo ditë? Përgjithsisht tek shqiptarët nuk lën një përshtypje shumë të madhe. Ka njerëz që edhe përçmojnë. Ma ky ta na dën me i ban të gjitha bat dhe është ajo shprehje e famshme shqiptare që pak nga gjitha do të thotë kur xhaiç. Ndërkohë që ka mjaft në rrethin tim miqësor që vlerësojnë, por jo vetëm vlerësojnë, por edhe përpiqen që të kontribojnë, të sjellin stereolapsa në koleksionin tim, monedha në koleksionin tim, të kontribojnë në mënyrën e tyre, pulla, poste, por edhe në Barsaleta njerëzit tentojnë që shikojnë një filanin, shkojmë ta takojmë një ditë na tregoj disa Barsaleta dhe këto janë përgjithsisht Barsaleta ose ngjarje të ardhura në formën e Barsaletës që kanë ndodhur në ish kooperativën, në ish fermën, këto janë interesante. Por përgjithsisht të huajt ju bën huajve bën shumë përshtypje. Dhe shpesh më pyesin për moshën, shpesh më pyesin për bashkëpunëtorët, për mënyrën se si unë organizoj ditën time. Ato shkojnë deri në detaje dhe ndjehemi lumtur kur ato më vlerësojnë mënyrën se si unë jam i organizuar. Fundi i takimit me Zefin na grish me një ndjenjë humori, që për një moment të duket se do të shoqërojë për të gjithë jetën. Njoja me koleksionin e tij natyrshëm të krijon një raport të veçantë, duke shfaqur her pas here një takëm kulturash të shfaqura në mënyrë teje të larmishme.